Ne do të shkojmë tani në një raportim të drejt për drejt nga Shkodra me kolegun ton atje Ergjys Kavaja, vion për të 7 ditë radhësi protesta e banorëve të Rjollit kundër ndërtimit të resortit të biznesmenit dhe botuesit Bashkim Ulaj në Rjoll të Velipojës. Banorët sot i kërkojnë prokurisë të Shkodrës të zgjidhje sa më shpejt ligjore, ndërkohë që protestuan edhe përpara prokurisë posaçme. Përshëndetje Ergjys, konkretisht çfarë kërkojnë nga ana e prokurisë së Shkodrës banorët e Rjollit? Në fakt, protesta dhe në vërdrejë, ditën e 7 tashmë është zhvendosur në dyert e prokurisë së Shkodrës, apo kanë qenë mëngjes. Okej, kemi vetëm një problem me audio në Ergjys punë sekondash, do të jemi sërish, ndërsa këto janë pamjet ku banorët e Rjollit në Shkodër kërkojnë drejtësi dhe janë drejtuar prokurorisë së Shkodrës. Ata protestuan edhe përpara prokurorisë së posaçme, por çështja ka kaluar prokurorisë së Shkodrës dhe ne do të marrim më shumë detaje rreth raportimit të kolegut tonë Ergjys Kavaja se konkretisht cila është kërkesa që banorët e Rjollit në Velipoj i kërkojnë pra prokurorisë së Shkodrës dhe t'i japi zgjidhje ligjore. Konkretisht çfarë thuhet në kërkesën e banorëve të Rjollit, të cilët janë në ditën e 7 të protestës së tyre. Ata pretendojnë se janë me dokumenta, pra janë ata pronar të tokës dhe se ka pasur falsifikime në tokat ku ata janë, aty ku po ndërtohet një resort turistik nga biznesmeni dhe botuesi Bashkim Ulaj. Por pas pak ne do të kemi më shumë detaje në raportimin e kolegut tonë në Shkodër, Ergjys Kavaja, i cili në fakt është duke raportuar në kushtet vështira për shkak të rreshjeve të shiut që ka nisur në qytetin e Shkodrës. Kujtojmë që banorët e Rjollit u paraqiten në protestë premten edhe përpara prokurorisë posaçme. Po Ergjys, jemi. Po Ergjys, jemi sërish. Në fakt, siç thash, ka qenë një protestë e cila është mbajtur që në orën 9 mëngjesit ditës së sotme, një protestë paqësore e banorëve të Rjollit para dyerve të prokurorisë së Shkodrës, ku kanë depozituar një kërkesë në ngarkim të organave të drejtësisë që të përshpejtojnë dhe të japin të drejtë atyre të cilët nuk janë zaptues të këtyre pronave, të shohin dhe të kontrollojnë dokumentet e pronësisë të banorëve, por edhe të personit i cili pretendon se është pronar i tokës ku do të ndërtohet resorti luksos, pikërisht ai Fatmir Shpellzës. Ato janë shprehur se që prej vitit kaluar, në mars të vitit 2025, nuk kanë pasur një përgjigje nga SPAK në ngarkim të tyre, një kërkesë e ripërsëritur vetëm pak ditë më parë, ndërkohë që ato kanë marrë dieni se tashmë kjo çështje ka kaluar prokurorisë së Shkodrës dhe për këtë arsye ato kanë rritur gjatë ditës së sotme në dyert e prokurorisë së Shkodrës me qëllim që të përshpejtojë një proces tillë dhe të zgjidhin një herë mirë një çështje pronësie që sipas banorëve janë në drejtën e tyre dhe toka e tyre po zaptohet padrejtisht nga persona të cilët kanë falsifikuar dokumente dhe pikërisht në ndërtimin e resortit luksoz në zonën e Rjollit ku sipas banorëve po i grabitet toka. Ato kanë vijuar me thirrje drejtuar qeverisë shqiptare, shtetit shqiptar, por edhe drejtësisë që të japë zgjidhje dhe të mos detyrojë që të ketë gjakderdhje për mbrojtjen e pronave tyre vetë banorët, por edhe emigrantë banorë të Rjollit, cilët kanë lidhje me këtë zonë, kanë mbritur edhe nga Gjermania gjatë ditës së sotme, por edhe nga Anglia për të mbështetur, për të qenë bashkë me banorët e Rjollit, të cilët në të 7 ditë vijojnë protestën në dyert e organeve drejtësisë, por edhe në zonën e Rjollit ku ne kemi ndjekur pas hapi edhe konfrontimet që ata kanë pasur me forcat e policisë pikërisht për ndalimin e punimeve në zonën e Rjollit, aty ku po ndërtohet edhe resorti luksos. Megjithatë, vetë banorët kërkojnë që drejtësia të flasë, të japë të drejtë atij që i takon dhe ato janë të gatshëm që nëse vërtetohet që dokumentat pronësore që disponojnë banorët e Rjollit nuk janë të ligjshme të ndërpresin protestën dhe të vijojnë punimet për ndërtimin e resortit në zonën e Rjollit të Velipojës. Megjithatë, ne nuk ka një përgjigje nga ana prokurorisë, ngelet për të parë se cila do të jetë procedura që do ndiqet nga ana prokurorisë së Shkodrës në zbardhjen e plot kërkesës së banorëve, ndërkohë që banorët janë vendosur për të vijuar protestat ditë pas dite deri në zgjidhjen e problematikës tyre, deri në ndalimin e punimeve, por edhe gjetjen dhe shfrytëzimin e pronës tyre që sipas tyre janë të trashëguara brez pas brezi
nga të afërm tyre, nga stërgjyshi, gjyshi dhe baballarët e tyre, dhe për këtë arsye ato nuk e shlojnë pronën të cilën e disponojnë me dokumentacione të rregullta dhe dokumente të vjetra pronësie. Mirë, faleminderit Ergys, në rast se do të ketë zhvillime më njëherë do të rilidhemi së bashku nga Shkodra, ku vijon ditën e 7 protesta e banorëve të Rjollit në Velipoj, ata sot përpara ndodhen përpara prokurorisë së Shkodrës.